Ka vazhduar procesi gjyqësor që lidhet me projektin shumëvjeçar të teatrit dhe bibliotekës së qytetit, i cili për më shumë se një dekade shoqërohet me vonesa dhe polemika. Në seancën e fundit në gjykatën e Tetovës u dëgjuan dëshmitar dhe ekspert kyç, ndërsa gjykata vendosi që të kryhet një super ekspertizë, një hap që pritet të jetë vendimtar për zbardhjen e plotë të çështjes. Seanca e radhës është përcaktuar për 1 qershor. Para trupit gjykues dëshmuan përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës Vladimir Popovski, ekspertja ekonomike Biljana Gigovska, si dhe arkitektët Anton Kajtazi dhe Liliana Kovacheva. Deklaratat e tyre nuk sollën prova të qarta për dëme konkrete financiare apo shkelje serioze në procesin e ndërtimit. Popovski madje theksoi se nuk kishte një uri të detajuara për akuzat, ndërsa Gigovska sqaroi se rritja e vlerës së punimeve nuk ka kaluar kufirin ligjor prej 30%. Nga ana tjetër, arkitektët deklaruan se nuk kanë konstatuar parregullsi në mbikëqyrje. Megjithatë, në qendër të rastit mbetet një akt akuze rënd për keqpërdorim në periudhën 2014-2020, ku dyshohen për përfitime të paligjshme të mbi 13 milion eurove. Të akuzuar janë kompania Urban Plan, si dhe disa persona fizik, si Disha Sivari, si pronar dhe menaxher, Haki Fazliu, ish drejtori i Qendrës së Kulturës, Artan Arslani, i cili ka pasur rol në Komisionin e Prokurimit Publik, si dhe Bujar Muça në cilësinë e inxhinierit mbikëqyrës. Ata akuzohen për shkelje të procedurave të Prokurimit Publik, keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe neglizhencë në detyrë. Sipas prokurorisë, skema e dyshuar përfshin anashkalim të qëllimshëm të rregullave të tenderimit dhe koordinimit me zyrtareve për të favorizuar interese të caktuara, duke i shkaktuar dëm të konsiderueshëm buxhetit publik. Në anën tjetër, dëshmitë e deritanishme kanë krijuar një kontrast të fortë me pretendimet e akuzave, duke bërë superekspertizën thelbësore për drejtimin e mëtejshëm të procesit. Deri më tani janë mbajtur 4 seanca gjyqësore, ndërsa procesi është hyrë disa herë para se të fillonte. Ndërkohë projekti i teatrit dhe bibliotekës, i premtuar për rreth 15 vitesh dhe i nisur para 12 vitesh, vazhdon të mbetet simbol i zvarritjeve institucionale dhe një çështjeje që tashmë është vendosur nga kantieri i ndërtimit në sallën e gjyqit.